Kjo është pra lubina e cemit. Këta që ka shijet është të rjeshit edhe do pjesë e gruas. Në këtë lubinë e cemit të rjeshjant të gjithë kanë pas pjesë, mës ma shumë një kopsht. Kjo të rjeshjanëve të cemi u ka dimua se ka kenë brinj, u ka dimua se të rjeshi ka jetu me plektëri, u ka dimua se dimojnë baktin i jetë. Me 1877 vehet kufini mes turkut e Malit të Zi, u vjen e Zhavicët i majtë suks, i majtë thepitën që të ras, që të hotës edhe këtu në ardhë Germanit të Karaulla e Cemit. Ujë Cemit deri në Grabom, e Grabomit këthet përsëri për mund kuqe asaj që konshtë kufinit edhe sëtë. Turqit krehen në urët dhe majtë dhe punuan kullën, majtë të sheshit pi Karavullat të sotme. Aty beshin zovumin të rjeshjanëve të çobanëve të rjeshit, kurse me 1907 të rjeshjanët bajnë kuvendin që organizatori kësaj kryegritje ishte Malet Xheka Arapaj, të rjeshjanët të gjithë u quar në luft, me një në ndorë i 1907 fillon luftën në urët dhe majs. Ajo luftë gjati 7 ditë e net. E të buën turkun për atyt, edhe kur ma nuk u drejt. Në të luftë kanë marrë pjesë të gjithë të rjeshjanë, të rritë, pleqët, qatë edhe fëminë. Më ka bjesë e duhet Gjët Xheka, më ka thonë se ka pas 14 vjetë. Nuk ka pas pushkën dorë askur. Nuk e kanë lanë me shkua, veç masi ka pjevur lufta, ka më rinjë e lajnë, e pa bashka gjithë të rjeshjanëve. Më ka thonë se për të parën herë që ka marrë pushkën dorë, atë ditë në kuvë të sheshit, pushkën ja ka dhanë Gjula Shleki Vali, të cilë në ka marrë pej turkut, e me atë pushkë ka luftua edhe adhëtari Gjët Xheka Lucej. Kështu është historiati i kësaj punë, dhe me thonë, kryegritja e të rjeshjanëve në urën e Lemajs ka kënë si piknise e kryegritjes së Malqisë.